Çfarë është gjua shqipe? Ju thoni gjithashtu se është gjuhë shumë kursimtare, pra duhen më pak fjalë se sa në frëngjisht për të shprehur ndjenjat. Gjua shqipe është gjuhë indo-europiane që qëndron më vete. Në familjen e gjuhëve indo-europiane ka 3 gjuhë të cilat janë më vete: greqishtja, shqipja dhe armenishtja. Janë gjuhë pa familje, pra një nga këto 3 gjuhë është shqipja. Është gjuhë e vjetër. Ka më tepër karakteristika të gjuhëve gjermanike se sa të atyre latine. Teksti përkthyer nga shqipja në frëngjisht ka gjithmonë 2% më shumë fjalë. Sa po e thatë ju vetë. Por edhe po të përkthesh në anglisht, është e njëjta gjë, sepse fjalëformimi në shqip është shumë i lehtë, siç ndodh në gjermanishten apo greqishten e vjetër. Ndonjëherë mund të bashkohen 2-3 fjalë bashk, pra të krijosh një fjalë të re, nisur nga disa fjalë të tjera ekzistuese. Ndërsa frëngjishtja është gjuhë shumë analitike, është e vështirë ta bësh këtë. Shqipja ka gjithashtu një cilësi shumë të vjetër mitologjike, mënyrën dëshirore të foljes. Kjo e ka origjinën nga thellësia e mitologjisë, sepse në atë kohë të gjithë mendonin se nëse dëshiroje diçka për mirë apo për keq, ajo do të realizohej. Atëherë kjo u bë pjesë e gjuhës. Të gjitha foljet në shqip mund të përdoren në këtë mënyrë. Për shembull, në frëngjisht themi que tu meurs. Por kjo stingëllon natyrshëm apo jo? Ndërsa në greqishten e vjetër dhe në shqip kjo realizohet shumë natyrshëm. Çdo folje e mjafton të shtosh si prapashtesë një sh dhe kalon në mënyrë dëshirore, pra për të shprehur edhe mallkimet. Ja pse është e lehtë të përkthesh në shqip tragjeditë greke. C'est facile de traduire les tragiques grecs, qui sont pleins de... Mallkimi është i ngjashëm. Po, mallkimi është i ngjashëm. E ka origjinën nga një mentalitet i vjetër. Në kulmin e debatit për standardin e gjuhës, shkrimtari Ismail Kadare bën apel për vlerësimin e shqipes si një nga gjuhët më të vjetra të Europës. Nga Shkodra në aktivitetin 2 gjuhë 1 libër, shkrimtari i shquar kritikoi shqiptarët dhe në veçantë gjuhëtarët për mungesën e respektit ndaj gjuhës amtare. Sipas Kadares, shqipja ka vlera të mëdha dhe në Europë ajo renditet në 10 gjuhët më të rëndësishme. Shqipja hyn ndër 10 ose 12 ose 10 ose 12 gjuhëve themeltare të Europës. Çdo njëri deri e gjuhën të radhë vetë të diskutojë për të. Fletë për Zarafilën e saj, flasin marxist më të mëdha, ne për Ljoja ka bërë një master dikush, ka bërë një gjys fakulteti, qerek fakulteti, dhe thotë kujton se e di. Gjuhësia është shkenca më e ndërlikuar në botë. Është universitar. Një gjuhëtar do spaku 20 vjet të përgatitur. Kadare është ndalur edhe në përpjekjet e Shqipërisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Për shkrimtarin, europianizimi duhet të ndodhë në çdo shqiptar, duhet të ndodhë në qytetërim, ligje dhe drejtësi, sepse gjeografikisht Shqipëria është pjesë e Europës. Preja do hyjë në Europë. Nuk është fort e saktë. Ne gjendemi në Europë, por neve nuk jemi të ndërgjegjshëm ende jemi në Europë. Jemi në themelët e Europës. Nuk është vetëm gjuha shqipe. Është trolli shqiptar, është historia jonë, janë kujtimet tona. Sikur se vetë popujve të tjerë për vetë, por ne do të sillemi si europianë, do të jemi të ndërgjegjshëm. Pa fshehur krenarinë e tij si pjesëtar i këtij kombi, Ismail Kadare gjatë aktivitetit në Shkodër vlerësoi letërsinë shqiptare, duke marrë shembull bashkëkohësit e Shakespeare-it, Pieter Budin dhe Bogdanin. Kadare u shpreh i bindur se letërsia e kësaj periudhe është më e zhvilluar se edhe ajo e vendeve që sot janë shumë më përpara në këtë fushë.